Me shumë emocion dhe krenari, sot në studion tonë do të zhvillohet koncerti i nxënësve të paralelës shqipe të violinës nga Shkolla e Muzikës Ilija Nikolovski Luj, nën përkujdesjen e përkushtuar të profesorëve Mentor Sulejmani dhe Aurela Haskaj. Këta violinistë do të paraqesin rezultatet e punës së tyre artistike. Ky mini koncert do e quaja do jetë një dëshmi e talentit, pasionit dhe përkushtimit që fëmijët tanë tregojnë në rrugtimin e tyre muzikor, me ëndrrën që një ditë të jenë pjesë e skenave të mëdha ndërkombëtare. Lus tani regjin që të ma zgjeroj kuadrin, ta shihni, më falni, se sa bukur po duket studia ime sot. Mirë se erdhët, fëmijë. Sa kënaqësi që t'ju kem këtu afër, që t'i shohim të gjitha veprat tuaja që i keni përgatitur enka sot për programin ton, nga i gjithë viti që jeni munduar me profesorët që sapo përmenda. Ju pëlqen violina përderisa e keni përzgjedhur këtë instrument, ë? Po. I keni përzgjedhur edhe veprat se me çfarë do prezantoheni sot? Po. Unë do dëshiroja që tani që secili fëmijë të prezantohet, t'i prezantoj fillimisht, të dim emrat e tyre, mbi emrat kuptohet dhe se nga cila klasë janë në instrumentin e violinës. Të fillojmë nga ty, Zemër. Si quhesh? Merre mikrofonin që t'jemi më mirë me zërin. Dhe pastaj do e bartësh tek të tjerat. Si quhesh? Unë quhem Minara Ismaili dhe jam klasa e 3 në violinë. Shumë mirë. Vazhdoj me tjetrin. Unë jam Manuar Mehmeti dhe jam klasa e 3 në violinë. Të pëlqen violina? Po. Do e shohim tani si do na performosh. Vazhdoj. Unë jam Lori Goca dhe jam klasa e 2 në violinë. Klasa e 2. Lorikun për ndryshe e kemi djalin e kolegës tonë të cilit ja hajmë shpirtin montazherit Kenanit, përshëndesim. Ke një djalë fantastik, Kenan. Përveç Lorikut të tjerët janë super të talentuar, super fantastik, që do e dëshmojnë tani me veprat e tyre. Zemër, ti? Unë jam Din Shaqiri, klasa e 2 në violinë. Klasa e 2 në violinë. Edhe ty besoj të pëlqen shumë violina, apo? Vazhdoj me tjetrin. Unë jam Roja Sani, edhe unë jam klasa e 4 edhe pak jam klasa e 5, edhe më pëlqen violina edhe ditëlindjen e kom 28 maj. O, Zemra, të urojmë ditëlindjen me 28 maj. Faleminderit. Të pas ka kaluar ty ditëlindja, të pas ka kaluar, besoj e ke festu. Vazhdojmë me tjetrën, sa e bukur që jem. Unë e kam emrin Sidra Muhammed, jam klasa e 2 në violinë edhe e kam ditëlindjen sot. Sot e ke ditëlindjen, të urojmë ditëlindjen. Ja thurim tani këngës Happy Birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ta kishim ditë, ta kishim përgatitur një tortë këtu, Zemër, s'na ke treguar më herët. Ti bësh 100 vjetë dhe pa u ndar asnjëherë nga violina. Vazhdojmë me tjetrin bukurash. Unë jam Endrit Hasani edhe unë jam klasa e 2 në violinë. Shumë bukur. Tjetri? Unë jam Art Thaçi dhe jam klasa e 2 në violinë. Unë jam Muskana Ukalle dhe jam klasa e 4 në violinë. E 4. Unë jam Thana Ramadani dhe jam klasa e 6 në violinë. Thana, sa emrin e veçantë që e ke. Vazhdoj. Unë jam Andresa Shaqiri dhe jam klasa e 2 në violinë. Unë jam Petrit Abdullaj dhe jam klasa e 3 në violinë. Unë jam Flutra Abdullaj dhe jam klasa e 6 në violinë. Shumë bukur. Unë jam Ron Sulejmani dhe jam klasa e 6 në violinë. Shumë bukur. Unë jam Blin Ismaili dhe jam klasa 7 në violinë. E tani, do ma kalosh mikrofonin mua dhe nëse e shihni vetën të gatshëm, mund të filloj me mini koncertin, të planifikuar qysh më herët. Unë me shumë kënaqësi, domethënë, i prita këta fëmijë, gjithmonë në bashkëpunim me përgjegjësin e kësaj shkolle Mentor Sulejmani, i cili me shumë dashamirësi e pranoi ftesën për të qenë këta fëmijë pjesë e studios tonë për të na performuar këtu me veprat e tyre të përgjedhura gjithmonë në bashkëpunim me profesorët e tyre. Fillojmë tani nga vajza e parë që sapo u prezantua. Zemër, tani skena apo studio është për ty, afër mikrofonit dhe të vazhdosh na performosh nga ti pastaj me rend se cili do vazhdoj me veprën e tyre. Aty. Të mirëpresim.
Unë falë se harrova se kam shumë stres. O, zemra, nuk ka problem as pak. Mund fillosh nga fillimi, ose? A mund të më rikujtoj arsimtari? Edhe një herë. Të lumt. Bravo, zemër. E kuptojmë nga që është era parë që janë në program dhe këto janë në moshë shumë të vogël, ashtu si që po ishimi, mund të kenë edhe emocionet e tyre, por gjithmonë pozitive. Vazhdojmë, zemër. Urdhro tani Lorik. Hajde. Të lumt, bravo. Vazhdojmë. Sa bukur që dukeni. Bravo. Vazhdojmë. Koncertin e kom njëjtë si Korinara, ama ta bëj unë vetëm ka gjysma se kom të gjatë. Po, shpi? Si të duash ti vendose. Okej. Hajde.
Të lumt, bravo, bravo për këtë performancë shkëlqyer. Vazhdojmë me vajzën që e ka dhe ditëlindjen sot. Shumë bukur e bëre, shumë bukur. Ja ke lavdrata edhe nga profesorët prapa kamerave. Të lumt, bravo. Hajde zemër, a je gati? Derit e ndrit, shumë bukur ishe. Vazhdoj me artin. Arti me Twinkle Twinkle, a? E keni dëgjuar gjithë ju këtë këngë kur keni qenë më të vegjël? Ju ka pëlqyer? Twinkle Twinkle, po. Klasën e parë bona unë të. Në klasën e parë ke bërë. Okej. Vazhdojmë edhe me uskanën, sa emër të veçantë që ke.
Të lumë, Tuskana, të lumë. Po sa violin të veçant pas këti? Nga kush e ke dhurat të violin? Mami për ditëlindje. Të pëlqen ngjyra roz? Shumë mirë. Ta gëzosh. Vazhdojmë me thanën. Thana, bravo. Vazhdoj me Andresën, me që i kemi këtu më afër. Vazhdo, Andresa. Të lumt, Andresa. Vazhdojmë tani edhe me Petritin. A je gati, Petrit? Hajde. Shohim performancën tënde.
Vazhdojmë tani edhe me flutrën. Të lumë, flutra. Bravo. Dhe kemi Ronin. Po ashtu Roni ka trashëguar muzikën nga familjarët e ti, babi ti Dritoni dhe Agja mentori Sulejmani. E kemi me violin si mentore, si Agja, dhe jo me gitar, si babi. Vazhdo. Të lumt Roni. Dhe i fundit është Blini, që do e përmbyll këtë mini koncert.
të lumt. Zënës, unë ju falemderoj jashtëzakonisht shumë për këta tinguj të mrekullueshëm që na sollët në studion tonë sot. Unë jam e bindur që ky mini koncert do ngelet në memorien tuaj përderisa të rriteni dhe të na përfaqësoni pse jo denjësisht edhe në skenat më të mëdha botrore. Për fund do doja që me këtë mikrofon për t'ja ofruar këtu dhe ta marr unë celularin tim për të pas edhe unë një kujtim nga ju, sepse nuk i dihet që nesër unë mund të marrë ndoshta edhe ndonjë autogram nga këta fëmijë nëse na përfaqësojnë në skenat më të mëdha botrore. Me një video selfie, tani a jeni gati që të themi ritmi i ditës të gjithë bashk? Hajde. Tani? Ritmi i ditës. Ju lumt, unë ju falenderoj nga zemra, sepse vërtet më dhuruat shumë emocione, përveç mua, të gjithë stafit tonë të programit TVM2, emisioni Ritmi i ditës, po shpresoj edhe të gjithë shikuesve që na kanë ndjekur në këtë mëngjes, ndoshta kanë pirë kafën dhe kanë ndjekur këto tinguj të bukur që na sollët nëpërmjet ekranit tonë. Faleminderit dhe shumë suksese zemra. Atëherë të dashur miq, unë më mbetet që t'i falenderoj tani edhe të gjithë profesorët që janë angazhuar për këta fëmijë nga shkolla e ullët e paraleles Shqipe, nga shkolla Ilia Nikolovski Luj, të cilët na dhanë këtë mundësi që t'i kemi në programin tonë, në studion tonë, ku na dhuruan tiguj të veçantë me violinë dhe veprat e përgjedhura nga profesorët e tyre. Tani do bëjmë një ndërprerje shumë të shkurtër me një pikë muzikore, sa të jetë gati edhe i ftuari jon i fundit, që do e përmbyllim programin sot me të ftuarin ton të radhës, i cili është edhe politikani Ismet Ramadani. Qëndroni me ne sepse kemi ende surpriza.